Lajme, kultur, mod, showbiz, art, NEE News. Jeta sentimentale e kantautorit Flori Mumajesi mbetet një nga misteret më të mëdha dhe më të përfolura të showbizit shqiptar. Prej më shumë se një dekade, emri i tij është lidhur pashmangshëm me atë të Elvana Gjatës. Thashë themet për një romancë mes dy ikonave të muzikës kanë ushqyer faqet e rozës për vite me radhë, edhe pse dyshja ka zgjedhur gjithmonë të qëndrojë hermetike duke mos dhënë kurrë një konfirmim apo mohim zyrtar, publiku nuk ka rreshtur kurrë aluduari. Por përpara epokës së thashëthemeve me Elvanën, ka qenë një tjetër histori dashurie që dikur pushtoi vëmendjen e të gjithëve, ajo me Soni Malajin, një raport që atëherë jetoi në dritën e diellit dhe që sot është rikthyer fuqishëm në qendër të vëmendjes, pikërisht për shkak të rrugëtimit të Sonit brenda spektaklit Ferma VIP. Gjërat u nxehen akoma më shumë kur mbi shtëpinë e Ferma VIP fluturoi një dron i dedikuar për Sonin. Menjëherë në rrjet shpërtheu bomba, po qarkullon me të madhe lajmi se pas këtij gjesti romantik fshihet pikërisht këngëtari Flori Mumajesi. Ky detaj ka ndezur rrjetin dhe ka ngritur pikpyetje të mëdha nëse ka mbetur ende një shkëndim mes ish çiftit të famshëm. Nga ana e tij, Flori ka zgjedhur të mbajë profilin e tij të zakonshëm, heshtje totale e shoqëruar pa asnjë reagim publik, duke lënë rrjetin të vazhdojë të thurë skenare. Vala e protestave dhe revolta shtetare që ka përfshirë Tiranën së fundmi është vendosur edhe në rrafshin e artit dhe showbizit. Ditët e fundit, rrjetet sociale janë mbytur nga thirrje të shumta të qytetarëve për të bojkotuar masivisht koncertin e pritshëm të këngëtarit të njohur nga Kosova, Ylli Mani në kryeqytetin e Shqipërisë. Në kulmin e tubimeve dhe debateve të nxehta sociale, një pjesë e mirë e publikut ka shprehur zhgënjim të thellë ndaj atyre që i quajnë figura neutrale. Sipas komentuesve, artistët me ndikim më të madh në publik po zgjedhin të heshtin dhe të mos mbajnë asnjë qëndrim për kauzat e ndjeshme që po prekin vendin. Ndërkaq deri me tani nga ana e menaxhmentit të këngëtarit apo vetë Ylli Manit nuk ka pasur asnjë reagim lidhur me këtë situatë të tensionuar, ndërsa mbetet për të parë se si do të ndikojë kjo krizë virtuale në pjesëmarrjen reale të koncertit.